Shkuan në Itali për turizëm, çifti shqiptar kapet me kokainë, kur pan karabinierët u përpoqën që një çift shqiptar është shkapur në trafik kokaine në Itali kur kishin shkuar atje për turizëm. Të arrestuarit janë një 23 vjeçar dhe një vajzë 22 vjeçare që u arrestuan nga karabinierët në Terni pasi u kapën me 36 gram kokainë. Të dy, të cilët kishin mbërritur në Itali me vizën e zakonshme turistike, u ndaluan në një makinë të parkuar në Strada de Bergheto, midis Perticara dhe Via Hippocrate. Pasi pan oficerët, çifti u përpoq të fshihej në makinë. Megjithatë, oficerët e vënë re këtë përpjekje dhe vendosën të hetonin më tej. Të fshehur midis sediljeve u gjetën disa pako që përmbanin doza të ndryshme kokaine me peshë afërsisht 36 gram. Duke ndjekur procedurat formale, të dy arrestuan, informuan mediat italiane. Gjykatësi i gjykatës Ternit, pasi vlerësoi arrestimet, urdhëroi që ata të ndaloheshin të qëndronin në provincën e Ternit.